Ditë e pare parlamentit dhe ne nuk mund ta fillonim pa një falënderim të veçantë për secilin prej jush që na keni votuar. Kam 2 minuta kohë. Kërkesën për procedurë do ta bëj në 10 sekondën e fundit. Mundem? Agron Shea i vlerësohet nga koha jon si politikan i vitit 2025 për krimin e një modeli të ri, që dëshmoi se kur një politikan ka ide dhe u qëndron parimeve, mund të fitojë dhe kur ai ka të gjithë kundër. Në këtë vit Shea i na tregoi se një politikan i djathtë mund të ketë sukses edhe jashtë godinës së Partisë Demokratike dhe larg hijes së Sali Berishës, por dhe kundër Edi Ramës. Rezultati i zgjedhjeve nuk ishte një fitore madhe, por i dha të drejtë kauzës së tij dhe rrugës që ka nisur. Partia Mundësia dëshmoi se çdo qytetar ka një mundësi kundër keqeverisjes dhe kundër opozitave që kanë harruar si fitohet. Agron Shea i hoqi çdo dyshim të skeptikëve duke konfirmuar se në këtë hapësirë që dominohet nga dinosaurët politik ka vende dhe për forca të reja dhe ide të reja. Agron Shea i është politikan i vitit jo thjesht për rezultatin e votave tek Mundësia, por dhe për një fakt tjetër. Ai nuk ka bërë opozit fasad, por gjatë një viti ai ka qenë një nga zërat më aktiv në denoncimin e korrupsionit, abuzimeve me fondet publike dhe mungesës së transparencës në qeverisje. Shea i është votuar dhe për faktin se ka vendosur një standard të ri në debatin politik e po ashtu dhe publik, duke rikthyer në skenë qytetarinë e munguar dhe logjikën e harruar. Ai nuk ka akuzuar kurrë me fyerje dhe sharje, por gjithmonë ka folur me argumenta, dokumenta dhe prova. Angazhimi i tij për mbrojtjen e interesit publik, veçanërisht në çështjen ekonomike dhe menaxhimin e parasë të taksapaguesve, është një model i ri larg politikanëve që përdorin vetëm retorikën e sharjeve dhe akuzave pa bazë reale. Stili një politikani ndryshe, retorika jo e zakonshme politike dhe mbi të gjitha, humanizmi i tij njerëzor ndaj qytetarëve në nevojë e kanë bërë Agron Sheain figurën politike më përfaqësuese të vitit 2025.